se sa shumë knatësi kom unë sot, dhe ta kuptoni tash. Një nga figurat më të dashtuna e më të besueshme të artit shqiptar. Petrit Malaj, i lindur në orikumin e bukur të Vlorës. Aktor me mbi 3 dekada në skenë, është shndruar në simbol të profesionalizmit, dinitetit dhe dashurisë për teatr. Me interpretimet e tij të paharrueshme në dramë, komedi dhe film, Malaj ka lënë gjurmë të thella në kulturën tonë, herë me energji të fortë, herë me delikatesë, por gjithmonë me të vërtetën artistike që e karakterizon. Përveç karrierës si aktor, Petrit Malaj ka qenë edhe pedagog në Universitetin e Arteve, ku ka formuar breza të tërë aktorësh duke kontribuar në zhvillimin e metodologjisë së aktrimit dhe profesionit të aktorit në vend. Sot, Malaj mban detyrën e ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë, duke e quar po atë qetësi burrore dhe integritet që ka në skenë edhe në diplomaci. Në këtë rol, Malaj është bërë një urë natyrshme bashkëpunimi mes artistëve, institucioneve dhe njerëzve të dy vendeve, duke promovuar kulturën si gjuhën më të pastër të bashkimit. Ka titullin mjeshtër i madh, e këtë mjeshtri të tij tashmë po e përdor edhe në diplomaci. Nga studimet në Francë, antar bordi i Teatrit Kombëtar në Tiranë, zëvendës kryetari i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Publik të Shqipërisë, ka ardhur në Kosovë në këto sektore në të cilat ne kemi ngecje. I qetë, i mençur dhe i rrallë në fjalë. Por i fortë në veprim, Petrit Malaj mbetet shembulli i njeriut që e ka ngritur artin në mision dhe përfatësimin në nder. Me shumë kënaqësi në studio ftoj ambasadorin e Shqipërisë Kosovë, Petrit Malaj! Më në fund e kam në studio edhe pse takohemi shpesh në evente të ndryshme, por këtu kisha dëshirë ta njoftonit edhe ju në një format ndryshe ambasadorin ton. Shumë kënaqësi. Faleminderit që pranove më ardh. Unë të falenderoj shumë edhe për ato fjalë që thatë për mua. Duhet t'ju them një gjë. Kam pritur dhe unë prej kohësh që t'jem pjesë e kësaj studioje. Kam vite që e dëgjoj zërin tuaj, kam vite përpara se të vi në detyrën që jam aktualisht këtu në Kosovë, që Radio Dugagjinin e dëgjoj me ëndje, qoftë për temat që rock, apo qoftë edhe për muzikën, për gjithë shka shpërfaq. Kështu që jam shumë i nderuar që jam sot, sidomos sot. Fillimisht urime 28 nëntorin, urime dhe juve ambasador. Bashk gjithë. Festofshim për herë bashk. Ma kujtove momentin kur ne u takuam për herë të parë në një darkë që ishte pas një promovimit një libri edhe tha, unë ndëgjoj tha Radio Dugagjinin, është një vajzë ta qesh. Po, i kisha thënë bashkëshort e stime sa herë vija rrugës për të kaluar nga Prizreni për në Gjakovë dhe për në Tropoj më pas, sepse rrënjët e mia të babait tim i kam në Tropoj, pra i Malësisë Gjakovës. I thoja gjithmonë, të lutem, mua bet sa më pak në makinë tani se do të dëgjoj këtë mikën time. As nuk të njifja, as nuk e dija kush je fare. Nuk të kisha parë ndonjëherë si fotografi.
por të dëgjoja me ëndje në këtë emisionin tuaj Radar, të komunikoja në mënyrën më të lirshme dhe domethënë një komunikim që ta kisha zili se si e trajtoje secilin prej tyre. Por më trego pak pse nuk e pranoje që isha unë. Të thoshte një zotri në tavolinë kolekta. Në tavolinë më pas kjo vajza është, ai më tha që kjo vajza është. Jo mos. Po sepse them të drejtën, zëri në radio më kishte ardhur shumë më në këtë cilësinë që sot jemi bashkë këtu, kurse aty ishim në tavolinë edhe zëri vinte pak më ndryshe kështu. Po për zotin kur e mora vesh kam përqafuar dhe kam thënë shikoj, je mika ime e hershme vërtet. Mika ime e udhëtimeve. Po e fillojmë me një video. Okay. Ta shohim një video. Okay. Që është një prej skenave më të bukura të filmit që ne të gjithë jemi rrit. Dhe jo vetëm për 28 nëntor, po sa herë s'kemi pas çka më bësh, do është më ulshu e më u përsërit ky film dhe shqiptarët e dim përmend. Shohim skenën. Kjo skenë. Kjo është skena nga filmi Nëntori i dytë. Ku shkon o tri? Mikja se paska në Kosovar më duket. Paska në gjakosur kështu biri nërmës. A ka kalu kënej Ismail Gjemali. S'marr veç që thot. Që shatët kështu? Nuse, shko shpejt të gjera u bashtovës. Çfarë? Dajme për Ismail Gjemali. Marim plagosën ka dajme në rështi për Ismail Gjemali. Çfarë emocione ke kur e kujton këtë moment, ambasador? Fakt, ky është një film që duket sikur ne kemi lindur me të. Është brenda nesh, është brenda secilit shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë këtu në Kosovë. Po kur më zgjodhi regjizori Viktor Gjika, një nga regjisorët më të mirë të realitetit filmik në Shqipëri, e ndjeva veten të lumtur. Në fundit do isha njëri prej atyre njerëzve në simbolikën e filmit që do t'ishte pjesë e ngritjes flamurit në Vlorë. Edhe ajo që ka sot unë e marrë si një, e kam shprehur shpesh, edhe unë jam pjesë e ngritjes flamurit në Vlorë. Pra, ky personazhi, nipi Isa Buletini, i të madhit Isa Buletini, është ai personazh që unë e kam interpretuar me shumë dashuri. 20 vjeç kam qenë me atë film. A e ke mendu qysh atëherë se ky është një rol i madh i yti, apo koha e bëri ende më të madh? Realisht ky është një rol pothuajse episodik, po ta shikosh kështu nga madhësia e figurës. Po atë çka përfaqëson dhe atë se çka do t'jap ky, atë simbolikën e fuqishme të amanetit të Isa Buletinit që do të shkojë se s'bën në Vlorë, edhe ti thotë që Isa të bën të fala, thotë. është shumë emocionuese. Shumë emocionuese është. Kur e xhirove me 20 vjeta, e dije se do bëhej kaq i madh ky rol, ky moment, ky film që të gjithë do ta mësonin përmend? Aty janë, do thoja, të gjithë tjerët janë shumë më të mëdhenj se sa ky personazh që unë kam. Po ne po flasim për profilin tënd. Aty kemi Ismail Gjemalin, aty kemi Isa Buletinin, aty kemi ata të mëdhenj patriot tanë. Sot do ta bëje Ismail Gjemalin se figura jote ka ndru. Nuk do ta merrja dot përsipër të them drejtën që të isha njëri prej atyre që mund të bënte Ismail Gjemalin, po unë mendoj se je roli ideal. Për ta provuar do ta provoja me kënaqësinë më të madhe. Por kjo nuk do të thotë që... Atë pamje keni marrë? Duket, jo kështu është vetë po jo duket. Po roli që e ke bo mas shumë ti me dashni, për jashto këtë rol që po? Shiko, secili prej nesh, personazhet që i merr përsipër të interpretoj, i bën me shumë dashuri, sepse përpiqet të mbrojë diçka nga vetja e tij, nga shpirti i tij, nga ajo se si është gatuar ky personazh. Unë kam një film, në fakt, cilin personazhin e kam dashur fort. Filmi quhet Balada e Kurbinit me regjisor Kujtim Çashkun.
Aty është një personazh, një djalë i ri, të cilin e kanë marrë nizam në lindjen e largët, dhe pas 8 vitesh ai arrin që të kthehet i gjallë. Gjatë kohës që ky është atje, prindërit e kanë martuar, i kanë marrë dhe nuse në shtëpi, pikërisht për të zgjuar atë shpresën e tyre që ai do të kthehet. Dhe personazhi që unë interpretoj aty kishte një emër shumë interesant, Darti. Darti arrin të kthehet, kur kthehet nuk e gjen nënën as babën, dhe gjen gjyshin e tij, Tinka Kurtin bashkë me gjyshin Reshat Arban. Kam pas një moment shumë të vështirë, shumë i vështirë për të xhiruar, pikërisht kur merr vesh që ka humbur gjithë pjesën e familjes tij, motra, vëllezër, çdo gjë domethënë, dhe ka vetëm gjyshin dhe gjyshin. Dhe ka qenë një moment shumë dramatik. E mbaj mend si personazh dhe e mbaj brenda vetes shumë këtë personazh në fakt edhe për diçka tjetër. Bashortja ime Aneta në atë kohë ishte shtatzan. Ne do na lindte një çun. Dhe në xhirimin e sipër lind djali. Edhe unë ju them në shtëpi, stop, asnjëri të mos ndërhy për emrin e djalit. Emrin ja kam vënë vetë. Edhe djali im quhet Dart. Zot, është i rolit tënd. Pikërisht prej filmit Balada e Kurbinit, një film shumë i dashur për mua, një personazh të cilin e kanë sterilizuar atje në lindjen e largët, vjen, e kanë martuar me nusën e parë, martojnë edhe me të dytën, nuk lind fëmijë, dhe më pas ka një fund dramatik, vritet diku sepse jeta e tij për të kishte marrë fund. Dukesh që je dhe emocional ambasador, krejt pamje tjetër jep kur të takoj kështu në... Kur flas për disa gjëra të cilat kanë bëjnë me jetën time, në fakt, padyshim që kam emocion. Kurse në qoftë se do të vi puna të flasim për politikë apo për marrëdhënie të tjera, sigurisht, padyshim që jam pak më i ftohtë. Kush është pika jote më e dobët? Unë sot kam nonën në Tiranë, dhe padyshim që nona është një pikë shumë e dobët. Sa mirë që e ke e pa gjatë. Kështu më ka thënë edhe një mik, i thash një ditë, po shkoj tek nona, tha, sa mirë që e thu këtë fjalë. Sepse vjen një ditë që s'të e thush. Çfarë bësh? Tash kalojmë te pyetje tjera. Po sot kemi ardhur një ditë tjetër. Festive, po. Sot jemi të gëzuar, sot kemi ngjarjen më të madhe të kombit. Kështu që nuk na takon të shkojmë në këtë. Jo. E që duam ta njohim edhe këtë anën tjetër të ambasadorit. Okej. Ç'është thua ambasador? Kjo fotografi është e familjes. Po, këtu është nga majta djali im Darti, pikërisht ju fola. Po. Është Erioni andej. Erioni sot është në fakt deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Erioni, Dorisi, bashkëshortja e tij, unë, Aneta, bashkëshortja ime, Sara, që është bashkëshortja e Dartit. Darti është këtu djathtas. Ju i morët nusën Dartit. Jo, mos u sot. E mori vet. Ku lini ju sot që t'ju bëj njëri me dikana një. Kështu që unë po shfrytëzoj rastin me qenë se këtu e pam edhe në fotografi bashortën tënde që këndon aq bukur dhe jeni sikur të kishit lind bashk të dy. Do ishte bërë këngëtare, do ishte bërë këngëtare mirë Aneta. Do ishte bërë këngëtare mirë. Se su bë? Po ku di unë si duket, ndoshta për prindërit e kanë parë ndryshe atëherë që mos të shkoj, mos të angazhohet në atë cilësi dhe s'ka qenë arsyeja ambasadori. Jo, angazhimet shumë. Kur është bërë bashkëshortja ime, ajo duhet ishte bërë këngëtarja më e mirë në Shqipëri, po të kishte qenë, kështu që. Si i thu Kosovës, kur flet në fjalorin tënd, shteti tjetër apo maton kufirit? Jo, realisht, po të flasim kështu, ne jemi dy vende, edhe prapë shumë mirë që jemi dy vende. Jemi dy vende shqiptar. Unë do ja u them juve dhe e them hapur kudo këtë. Më ka dhënë një këshill dikush para se të vija ambasador këtu në Kosovë. Më ka thënë, Petrit, do shkosh ambasador në Kosovë. S'ka vend më të mirë se të shkosh ambasador. Normalisht që është kështu. Edhe unë e them me bindje që s'do kisha vend më të mirë për të shkuar ambasador, dhe kur kryeministri Rama më ka propozuar që unë të vija ambasador, në fillim i thash, ç'thua, që janë këto gjëra. Dhe më pas më tha, do shkosh në Kosovë, thash, po, do shkoj në Kosovë. Unë kam një gjë, unë nuk i quaj kosovar njerëzit që rrinë në Kosovë, unë i quaj shqiptarët e Kosovës, dhe nuk më pëlqen, dhe në qoftë se ndonjëherë mua mund të më shkoj ky lapsus, domethënë unë i kërkoj ndjes kujdo, sepse nuk më pëlqen të quaj kosovar. Kosovar i largoj, më duket sikur i largoj. Kështu që unë i them shqiptarët e Kosovës.
shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës. Ai kufiri aty është, ajo është një fije peri, unë do ta quaja fije peri e artë, sepse në fundit është një gjë e cila nuk na ndan sot. Sot ajo na bashkon. A mundemi edhe pa të? Po mundemi edhe pa të. Ne jemi drejt një rruge, do të thoja, si Shqipëria, si Kosova, drejt një rruge të përbashkët drejt Bashkimit Evropian, edhe Bashkimi Evropian do sjell çuditëra ndoshta edhe më të mëdha, kështu që Të duket se jemi edhe ne në atë rrugë. padyshim, edhe Kosova është në atë rrugë. Shiko, vështirësitë që ka kaluar Kosova është një shtet i ri, por ka merit në shumë gjëra. Kosova është një shtet demokratik. Pra këtu kemi një shtet formim. Këtu kemi një shtet që ligji sundon. Këtu kemi një polici për cilën unë kam respektin më të madh. Këtu kemi struktura të ndryshme ku ne kemi parë që këtë vit për shembull këtu pati një zgjatje të funksionimit apo të ndërtimit të institucioneve të reja, por gjërat në shumicën e rasteve kanë funksionuar. Kjo tregon se ky është një shtet që funksionon. Dhe Shqipëria pikërisht për këtë krenohet në fund të fundit. Pra, duam që vërtet Kosova të jetë në këtë rrugë. Duam që Kosova edhe atë që nuk e bëri dot për gjatë kësaj kohe, ta bëj sa më parë, sepse krijimi sa më parë institucioneve do bëjë të mundur që Kosova të përfitojë shumë gjëra të tjera në aspektet ndryshme të cilat janë në të mirën e shtetit të Kosovës, janë të mirën e qytetarëve të Kosovës. Po me bashkimin ku jemi, çka quajmë bashkim? Çfarë bashkimi mund të kemi sot? Shiko, po të flasim për bashkim kështu, bashkimi është një fjalë shumë e madhe, po realisht ne në një mënyrë apo tjetër jemi të bashkuar. Unë do të bëja një pyetje, do t'ja bëja juve një pyetje për shkak. Çfarë të duket ty e ndarë në realitetin shqiptar o shqiptar, në realitetin e Shqipërisë apo shqiptarëve të Shqipërisë me shqiptarët e Kosovës? Kufiri pothuajse është i hapur dhe i lirë për gjatë gjithë vitit. Pra ne kemi një marrëveshje për lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë. Po nuk ka asgjë që na ndan. Unë do të thoja që bashkëpunimi ekonomik, bashkëpunimi politik, bashkëpunimi në A fushën. kemi bashkëpunim politik se unë mendova aty ka kufi. Po tani, shiko, kryeministri Kurti ka qenë për shembull në Tiranë vetëm muajin e fundit apo 2 muajt e fundit, ka qenë rreth 4-5 herë në takime me kryeministrin Rama. Pra jemi në rregull me marrëdhëniet tona institucionale. Ne mund të bëjmë shumë më tepër, po unë ju siguroj që marrëdhëniet janë në një linjë të posaçme të shkëlqyer. Dhe gjithçka rrjedh natyrshëm, gjithçka shkon ashtu siç duhet. Ne nuk mund të flasim për një moment për cilin edhe unë edhe juve mund të mos jemi dakord për diçka. Padyshim që dakordsi nuk do kemi për gjithçka. Ama në vijat kryesore, padyshim që Shqipëria dhe Kosova janë bashkë dhe do të jenë gjithmonë bashkë. Diskutimet të shumta të shoqënisë tonë janë a na duan më shumë shqiptarët e Shqipërisë neve të Kosovës apo ne të Kosovës. Edhe unë mendoj që ne juve ju duam më shumë. Ne ju kemi dashur më shumë. Ne ju kemi pas ëndër. Këtë mendim kam edhe unë që ju na doni më shumë ne. Vetëm një gjë, nuk ju mungon dashuria në Shqipëri. Por unë e kam ndier këtë gjë vetë këtu. Pra, unë jam në një realitet të cilin e kam prekur vetë, e po e jetoj për ditë vetë dhe shoh që ka një dashuri shumë të madhe për Shqipërinë, e cila reflekton edhe tek unë si ambasador i Shqipërisë këtu, sepse shiko, nisem në mëngjes për në punë, kam marrë pak shtëpinë afër përfaqësisë sepse bëhet pak trafik këtu, 1-2 herë, dhe nga që kemi shumë takime, qoftë diplomatike, qoftë karaktereve të tjera, përpiqem që të shumë gjërat i bëjnë në këmbë aty në qendër, dhe kur lëviz rrugës, shumë njerëz ndalojnë makinën dhe thonë, "Aman, të përshëndes, o ambasador, të përshëndes." Po vërtet me kënaqësi më të madhe. Pra, unë ndjej dashurinë e madhe. Pastaj edhe filmi ka bërë punën e vet. Kosova ka kaluar kohë të vështira. Nuk flasim sa të duam edhe për këtë. Dhe ato realitete njerëzit e kanë dashur Shqipërinë, Tiranën, televizionin, radion ta kenë pranë vetes, ta ndjejnë atë. Edhe unë shoh që ata kanë jetuar me të, kanë vuajtur, kanë bërë edhe burg për të. Kështu që dashuria është ushqyer në kohë, edhe sot është shumë e madhe. Nëse luan Kosova dhe Shqipëria, ku uleni? E di si është një fjalë që këtu kur vjen ambasadori i Shqipërisë, kur çdo që vjen në Kosovë, vjen si shqiptar i Shqipërisë dhe pastaj ikën si shqiptar i Kosovës. As këtu as atje tani. Nuk mora përgjigjen ku do uleni. Për të ulëm në mes dy kryeministrave. Mosha 65, a del një diplomat në pension? 64, sa kam fillu, mos ma thuj 65 kështu të plot.
Harroje nuk kam bo asnjë pyetje. sa Ka kam diplomacia mosh, pension. S'po flasim për juve, po flasim për diplomatët. Ka. Institucionet padyshim që ka një mosh për pension, normalisht. Por unë jam profesor kam titullin profesor në universitet, kam ikur me një kontratë nga universiteti dhe kur unë të mbaroj këtë mision këtu, padyshim që kthehem tek puna ime që kam bërë gjithë jetën pra si një pedagog në universitet. Deri në moshën 68 vjeçare jam aty pedagog, kështu që jam Do të vim ne, do të vizitojmë. jam shumë mirë nga kjo anë. E menduar mirë me kohë. Fjala më e bukur shqip. Cila është? Faleminderit. Faleminderit. Por është edhe kjo në fakt tjetra, shiko. Këtë e kemi të bukur. Që ju e keni përshtatur edhe më bukur, tunja tjeta. Fjala tunja tjeta është shumë domethënëse. E kanë të gjithë, ciao, mund të jetë edhe përshëndetje, haj, më the të thash. Kjo ka domethënie të madhe. Tunja tjeta. Tu zgjat jeta. Edhe ju e keni shumë bukur, e keni bërë me atë shkurtimin që e keni tung. S'kam arritur ta përdor sa duhet në fakt, sepse shumë bashkëbisedues të mi e përdorin fjalën tung, unë nuk e kam bërë aq sa duhet timen. Kush është miku yt më i mirë i Kosovës? Është gabimi im. Miku yt i darkave, i pijeve. Jo, kam shumë miq të drejtën. Dhe do më vinte keq të thoja emra sepse ma kanë bërë jetën të bukur, më kanë rregulluar si thoni edhe ju atë disponimin, më kanë bërë të ndjehem mirë edhe në Kosovë jam në shtëpinë time. Je prej figurave që respektohesh mas shumë ti, unë po flas për mikun që do t'i interpretosh edhe një poezi sot. Miku është simbolik, ne kemi shumë miq, kështu që unë atë poezi do ta bëja me kënaqësi për secilin prej tyre. Është një poezi në fakt shekullore, ka 100 e sa vjet që është bërë. Unë po përpiqem sot ta bëj, kam disa kohë që e kam xhiruar. Është shumë e dhimbshme. Ta ndëgjojmë. Në këtë qytet pa fund e fillim, tek thesa e rrugës banon miku im. Ndërkohë ditët edhe javët kalojnë me nxit. Unë se kuptoj si iku një vit fytyrën e mikut pa e parë asnjëherë. Se jeta është një garë e shpejt, sketer. Ai në fakt e di që unë e dua si atëhere. Si në ditët e bukura kur i trokisja në derë, edhe ai më trokiste. Ishim më të ri. Jemi lodhur nga puna, nga hallet tani. Jemi lodhur se bëjmë një lojë si idiot. Se duam të lëm një emër në këtë botë. Nesër i them vetes do ta marr në telefon, vetëm t'i them Xhimit që miku nuk të harron. Por e nesër mja vjen, e nesër mja shkon, edhe largësia jon bëhet si jon. Tek kthesa e rrugës, si nga një rrugë tjetër, si nga një botë tjetër. Një telegram, zotëri. Xhimi vdiq sot. Ja pra, se që marri me që meritojmë së fundi. Te kthesa e rrugës. Një mik që na humbi. Është shpoezi e bukur. Koha sot, dinamika, lëvizja, na ka marrë me vete, na hutohemi hera herës, harrojmë shokët, harrojmë njerëzit tanë, harrojmë gjithçka.
Po s'duhet kështu. Duhet të jetojmë, duhet të transmetojmë dashuri, duhet të transmetojmë miqësi. E ky e ka për mikun, po miku personifikon gjithë dashurinë e kësaj bote. Gjithçka që ne e kemi dashur që fëmijë dhe e duam përsëri, po për një moment na rrshqet, na ikën, e harrojmë. Dhe në fund kur ikën dhe zhduken, kujtohemi. Kujtohemi vonë. Për shumë gjëra në fakt, kujtohemi vonë. Nuk e di nëse jemi në një kohë ku mund ta rikuperojmë, po më duket që e harrojmë. Sot e dim sa e rëndësishme është, nesër prapë e harrojmë. Se di pse na ndodh kështu. Nuk përmirësohemi prapë se prapë. Cili është roli më i vështirë, ambasador? Ai në skenë apo ai në shtet? Shiko, në skenë, kur je profesionist, vlerëson atë punën tënde që ke në atë se çka je edukuar, dhe do të thoja që të luash në teatr për mua është një gjë e vështirë, sepse ke të bësh direkt live me publikun, duhet të transmetosh emocionin aty për aty. Prapë edhe po të xhirosh në film është më ndryshe, sepse përballë në fakt ke një gogol të madh, i themi, një kamerë e cila të duket sikur po të ha. Sot kamerat janë më të vogla, po kamerat që xhironim ne filmin në atë kohë, domethënë ajo e kishte atë gypin përpara që të hapur edhe o zot thoje, çapo ndodh tani. Kurse puna që bëj aktualisht politika është një përvojë shumë interesante, e cila më ka motivuar fort, aq më tepër që unë punoj për Shqipërinë, punoj për Kosovën. Dhe në fakt, duhet ja u them juve, po ja them hapur për gjithë publikun, për gjithë shqiptarët e Kosovës. Kosova është një shtet cilin Shqipëria shikon një partneritet strategjik të çmuar. Dhe e mbështet kudo. Dhe është avokati më i madh i Kosovës. Shiko, ti lëm disa momente për cilat njerëzit mund të kenë ndjeshmëri dhe mund të kenë të drejtën e tyre në fundit. Po unë ju siguroj që ne si përfaqësi këtu, punën më të madhe tonën e bëjmë pikërisht në mbrojtje të interesave të Kosovës. E bëjmë për më të mirën e Kosovës. E bëjmë që Kosova në fundit të arrijë aty ku do të arrijë vetë, sepse hapat i ka të atill. E preka pak më parë, ka një shtet që e ka ndërtuar, ka një demokraci të mirëfillt. Shiko, Kosova sot për shembull edhe për komunitetet e tjera ka një ligj që e ka një diskriminim pozitiv ekstrem, do të thoja. Pra, nuk e kanë shumë shtete këtë gjë. Por prapse hapat janë hedhur, po hidhen dhe do të shkojnë aty ku duhet. Unë jam besim plot për këtë. Jam besim plot që Kosova do të arrijë ashtu sikurse Shqipëria sot është më përpara me disa hapa drejt Bashkimit Evropian, kur ne kemi hapur gjithë kapitujt tashmë për të negociuar për në Bashkimin Evropian, dhe 27-ën shpresojmë shumë që do t'i mbyllim edhe në 30-ën Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian. Kosova është në atë hapin dhe gjithë përpjekjet tona do të jenë që Kosova do të jetë në një hap me Shqipërinë. Gjithçka që bëhet në Kosovë e mirë, për Shqipërinë është super e mirë. Dhe gjithçka nuk dyshoj fare që kur ne hedhim një hap të mirë në Shqipëri, edhe për Kosovën është shumë e mirë. Ndoshta me qëllim edhe në këtë program, edhe ne kemi një ëndër. Duam të bëhemi radio e gjithë shqiptarëve. A do na ndihmosh në këtë hap? Padyshim që po. Ju jeni në fakt sot një radio që unë ju dëgjoj me kënaqësi, dhe jo vetëm unë, po shqiptarët ju dëgjojnë me shumë kënaqësi, dhe kam asistuar në një takim me dikë nga stafi juaj drejtues, dhe kam dëgjuar me veshët e mi që dëshira e tyre ka qenë që kjo radio të jetë edhe në Shqipëri në cilësinë e dëgjimit të përditshëm. Edhe më është bërë zemra mal të them të drejtën, sepse do të thoja që do jetë një radio që do konkurrojë denjësisht, edhe do jetë një radio që do e kemi dëshirë ta dëgjojmë. Shpresoj 2026 me qenë. Do ishte bukur. Viti sinjalit. Unë uroj me gjithë shpirtin. Unë uroj me gjithë shpirtin. Jo vetëm uro, po na ndihmo ta bëjmë. Po pse jo? Padyshim që do përpiqem. Ato që kam takon mua për ta bërë do ta bëj pse s'bën. A ka një rast ku kultura ka zgjidh një proces, një punë, një çështje më shumë se sa politika? Shiko, duke qenë njëri i artit dhe i kulturës, jam përpjekur gjatë kohës që jam këtu në Kosovë, jam përpjekur që t'i jap peshën e vet specifike kësaj. Sepse unë mendoj që kultura dhe arti na bashkojnë më shumë. Unë mendoj që sporti
Sikur se na ka bërë kohët e fundit futbolli, domethënë, ne na kanë ndritur, na ka bërë krenar, na ka bërë të ndihemi të mrekullueshëm me ta, domethënë, ti duam edhe më fort ata futbollistët që na kanë dhënë këtë kënaqësi. Dhe në fushën e kulturës jemi përpjekur si përfaqësi, si ambasadë që të bëjmë çmos me veprime konkrete në fakt. Kemi bërë ditët e filmit shqiptar si vjet këtu në Prishtinë dhe patëm një komunikim me komunën e Prishtinës dhe arritëm të bëjmë një marrëveshje që filmin ta japim një natë për publikun e zakonshëm të mëdhenj dhe nesër në orën 2 të nesërmen e kemi shfaqur filmin për nxënësit e shkollave. Pikërisht për t'ju thënë edhe atyre që ka ekzistuar një realitet me të mirat e tij dhe me të këqijat e tij në Shqipërinë e para viteve 90, i cili në fund të fundit kërkon që të trajtohet, të njihet, të trajtohet dhe të diskutohet lirshëm për të. Nga ana tjetër mendoj që aktivitetet të ndryshme si me të madhen në Gjakov që ishim Ermonela Jahon apo koncerti i saj që bëri në Gjakov së fundi me koncertin që bëri pak më përpara dhe në Prishtinë. Këto ditë në Prishtinë do kemi dhe festivalin e teatrit Mojsiu, sepse i takon Kosovës si vjet që të bëhet ky festival. Nuk u bë dot vjet dhe do bëhet si vjet këtu. Unë do të thoja që fusha e kulturës dhe artit ndikon shumë në qoftë edhe në aspektin politik. Mund të zgjidhë edhe çështjet që politika nuk mundet, ose mund të depërtoj. Arti është shumë i ndjeshëm, edhe njerëzit, qoftë e keni vënë re, edhe në parlament e kështu ka shumë artist, ka deputet, aktor, këngëtar, ata janë si rezultat pikërisht i asaj se çka kanë bërë apo i asaj se si kanë komunikuar me publikun dhe që njerëzit i duan, i respektojnë. Ambasadore, thash në fillim profil i qetë edhe i mençur. Një cilësi tjetër që do doje njerëzit ta njihnin te ambasadori Petrit Malaj. Unë jam përpjekur në jetë të kem një komunikim të mirë në fakt. Kam një porosi nga babai im i ndjerë dhe do ta them ashtu siç ma ka thënë. Kur u zgjodha rektori i Universitetit të Arteve më thotë Petrit thotë tani ka ardhur një moment që ke të drejtën e firmës, që do të thotë sot mund të ndërpresësh pagën një punonjësi që s'paraqitet në një orë caktuar, apo thyen disiplinën, apo mund të heqësh një njerëz nga puna. Pra, mund të bësh gjëra të mira, po mund të bësh edhe gjëra të tilla, të cilat në një mënyrë apo tjetër njerëzit nuk i gjykojnë për mirë. Edhe më ka thënë një porosi, përpiqu që tjetrit të mos ja bësh atë që ti s'ke qef me ta bëti kush. Pra, një këshill në fakt që jam përpjekur ta respektoj dhe ta vlerësoj. Shiko, unë kam ardhur si ambasador këtu në Kosovë dhe gjithë stafin nuk është se e kam zgjedhur unë. Stafi vjen i përcaktuar nga Ministria e Jashtme. Por kam vendosur një komunikim të shkëlqyer. Dhe i shoh kolegët apo të gjithë stafin që kam aty, kemi edhe staf lokal, i shoh si njerëz me të cilët kam vite që jetoj. Pra, ka një çelës kjo punë dhe duhet ndërtuar marrëdhënia do thoja e tillë, si një familje në fund të fundit, sepse jemi për një të mirë të përbashkët, jemi për një qëllim të përbashkët, jemi për një punë të cilën duam ta bëjmë secili më mirë. Dhe në fund të fundit për çfarë e bëjmë? E bëjmë për Shqipërinë, e bëjmë për Kosovën. Kjo duhet na udhëheq gjithmonë. Nëse do na udhëheq kjo, sinqerisht do e shohim që edhe vetë do të ndjehemi më mirë. Po flisje më identifikove në çdo fjalë dhe Radio Gazinin që më të vërtet si ekip funksionon ja kështu, si një familje. Gjë e madhe. Që kanë një qëllim. Edhe po, sigurisht që ndihesh mirë edhe për vetë. E vura re që kur ngjita shkallët, domethënë që ajo frymë është. Pash një gjallëri, pash një motiv interesant. Çfarë dëshironi të lini Kosovë si njeri, si ambasador, si Kosova t'ju mbaj mend? Çfarë doni t'i lini? E kam thënë dhe herë tjera në fakt dhe nuk më vjen mirë që e përsëris, por do ta them. Do ta them. Kur erdha ditën e parë që menjëherë presidentja më priti për t'i dorëzuar letrat kredenciale të presidentit Begaj, tek i jepja letrat, i thash një fjali. Presidente, kam ardhur në Kosovë sepse e du Kosovën. E du. Dhe kjo ka përcjell ajo që do më shoqëroj edhe kur unë mos jem në Kosovë. Sepse unë e du Kosovën. Kaq. Edhe Kosova të do shumë ambasador. S'po them kështu si klishe, po ne që jemi jashtë
rrethin tënd të ngushtë, e shohim se si sillen me ty, se si flasin për ju, dhe të duan shumë, edhe vlerësojnë e çmojnë. Ja, ne nuk është se bëjmë çudin. Edhe kosovarët Njerëzit- nuk duan për skoti. Ne nuk është se bëjmë çudin, as unë as ju, edhe ju bëni emisionin, bëni punën tuaj, po e bëni me dashuri. Dhe kjo ka të bëjë shumë tek ajo që njerëzit shohin edhe tek ju atë njeriu interesant, njeriu që marrin, njeriu që duan që t'i japin nga shpirti i tyre. Dhe në këtë rast as ne nuk po bëjmë kush e di se çfarë, ato që kanë bërë edhe kolegët tanë përpara, ato do bëjnë edhe të tjerët më pas. Po ta bëjmë me dashuri. Ta bëjmë me dashuri, sepse në fund të fundit jemi shqiptar. Jemi shqiptar në Kosovë, jemi shqiptar në Shqipëri. Edhe unë fakt ndjem pikërisht mirë për këtë se këtu ndjem si shqiptar i Shqipërisë. Tani kam filluar kur shkoj në Shqipëri, ndjem pak si shqiptar i Kosovës. A që realisht ju jeni pothuajse gjakovar. Mirë, kjo ka të bëjë. Kjo po edhe kjo ka të bëjë. Ja, lidhjet e mia me Kosovën janë të forta në fakt, edhe e gjitha kjo, ky dinamizëm që vjen brenda mejes, kërkon të shpërfaqet të disi dhe unë përpiqem ta shpërfaq në më të mirën e mundshme. I dha vlerë, i dha dashni Radarit sot, shumë mesazhe të bukura e që ma mirë si shënu kjo dot. Prit, se sa që të pata në studio. Sepse kam marrë me vete, ne kemi bërë disa, kemi bërë këto Do ta vendos me njerë, faleminderit shumë e bukur. Xhepi nuk më mbante më shumë, ke edhe dy të tjera, t'ja japësh kujt të duash ekipit, po mundet që t'i çoj me dikë edhe disa të tjera për stafin tuaj këtu. A mund ta mbaj edhe një turk që e kam përballë? Ai besoj se e ndjen veten shumë mirë përderisa është pjesë këtu. Gjithsesi. Kjo është Ne e trajtojmë me undi mirë. Kjo është një gjë e madhe. Sa e bukur është, dhe unë të falenderoj shumë, do ta mbaj këtu te jeleku i ditëve të shqiptarit. Dhe do ta mbaj vazhdimisht. Ta rregulloj unë? Ja. Ja, sa bukur. Dhe s'do ta largoj asnjëherë. Në ditë të shqiptarit të nëntorit, unë do t'jem me këtë jelek dhe dhuratën tuaj. Faleminderit. Në fakt është e re, është e prodhuar enkas për ne pikërisht për 28 nëntorin. Ne do thoja edhe diçka. Tek filmi quhet Nëntori i dytë, dhe quhet pikërisht Nëntori i dytë sepse Skënderbeu e ka ngritur flamurin në 1443-shin, e 43-shin, më mirë ta themi, flamurin për herë të parë. Edhe shqiptarët filluan të jetojnë me atë flamur. Dhe më pas, burri i mençur Ismail Qemali bashkë me patriotin e madh Isa Buletinin dhe patriotë të tjerë e ngritën flamurin përsëri në Vlorë në 1912 kur lindi drita e shpresës. Dhe këtë simbolik të flamurit në fakt ne sot apo të rinjt shqiptar, kudo që janë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, ju lind detyra që sepse shiko, flamuri nuk thot që bëj këtë, bëj atë. Flamuri është dinjitet. Flamuri është krenari. Flamuri është simboli jonë më i dashur. Çfarë mund të kemi ne gjë më të madhe që na identifikon në çdo cep të botës? Flamuri. Ai burri i mençur Ismail Qemali, që e kemi aty, me Isa Buletinin e me ata burra të tjerë të mençur që na bëjnë që edhe sot të jemi krenar. Besoj që ta ndjesh flamurin, po duhet ta kesh fillimisht këtë ndjenjen e krenarisë. Patjetër. Që unë para se me fillu këtë intervistë të tregova sa bukur e vizatonim Shqiponjen, e kom përmend edhe një në radar, sa lehtë e bënim flamurin, himnin, dhe nga njerë më mungon pse Akili nuk e ka çdo javë në shkollë himnin edhe me vizatun flamurin e praktika jonë që neve na përcjell. Dhe ambasador, më duket që ne mas shumë të si popull kemi tatu Shqiponjen se sa shqiptarët e Shqipnis. Nuk ka burrë në Kosovë që nuk ka një Shqiponjë në krah. Këtë mund të ma thuash Rato dhe nuk më bën, përkundazi më bën të ndihem mirë, absolutisht, e besoj. Një veprim i mirë i të gjithëve që ndjen shumë shqiptar, të nis prej vllaut, babës dhe të gjithëve në familje, të gjithë kemi dikon ose trimin kamermanin që ka Shqiponjeni, të gjithë kemi një Shqiponjë. Përsa ajo ndjenjë patriotike që zotëron Kosovën,
Unë ju siguroj, për shembull, s'po flas për veriun e Shqipërisë, sepse aty është karakteri. Po. Po ju siguroj që labëria poshtë në jug, në Shqipëri, absolutisht është e njëjtë në këtë prizëm me atë patriotizmin e tyre të zjarrt që kanë për Shqipërinë, për flamurin apo për gjithçka që na jep ne, na bën krenar që jemi shqiptar. I lumiti për veti, për njerin që je, shumë kënaqësi që të pata në studio. Qofsh jetë gjatë edhe qofsh mik i yni përgjithmonë. Unë jam i kënaqur që kam miq si ju, që kam miq të shtrenjtë këtu në Kosovë, në Shqipëri dhe që më ndihmojnë në përditshmërinë time që të kem mundësi të shprehem. Do shihemi sonte, kemi një organizim të ambasadës për 28 nëntor. Patjetër, Shihemi më harxove pak kohë. Më fal. Ju shkoft të mbarë gjithë kjo ditë me të gjitha aktivitetet, urime e festofshim për herë bashkë. Gëzuar pafund të gjithë shqiptarët. Gëzuar edhe për juve. Faleminderit.